Pasojat e politikbërjes prej vazalit nga ana e BDI-s i gjenë kudo në dëm të shqiptarëve. Para disa javësh u ulën me VMRO-n dhe me LSDM-n dhe u morën vesh për kodin zgjedhor. Përjashtuan PDSH-n nga procesi dhe u lëvdruan para opinionit sa punë të madhe kanë bërë. E si është e mundur që BDI të ketë dorë diku e aty mos e dëmtohet interesi shqiptar. Pjesë e marrëveshjes që bëri BDI me Maqedonasit ishte edhe ridefinimi i kufive zgjedhor të njësisë numër 6, ku pjesë të Dibrës i barti në njësinë zgjedhore numër 5. Për fatin e keq të tyre, doli se edhe një herë për të satën herë, llogariti kanë bërë gabim. Dhe njësia zgjedhore numër 6 vazhdon të ketë mbi 30.000 vota më shumë se nga njësia zgjedhore 3 dhe 4. Apo më saktë, 6% më shumë nga mesatarja ligjore e numrit të votuesve në njësi zgjedhore. Me çka thehet kodi zgjedhor, i cili parashet që ky limit mos të jetë mbi 5%. Kërkojmë që urgjentisht ky gabim i madh të përmirësohet dhe një herë për gjithmonë pesha e votës të jetë e barabartë. E jo si është aktualisht, dallimi ndërmjet njësisë zgjedhore 6 dhe asaj 3 dhe 4 është më shumë se 10%. Kërkojmë edhe angazhimin të OSB-s dhe të ODIHR-it që kjo pabarazi dhe padrejtësi të tejkalohet.